Përshëndetje të dashur Briciapë, do bëjmë me leximin e radhës për ju. Para se të filloj të marrë secilën letër, është një thirrje për të dalë nga fshehja e mbrëmshme dhe për të jetuar më afër vizionit shpirtit tënd, ta them ashtu. Për të mos pritur që jeta të bëhet e qetë për të vepruar, por për të krijuar qëndrueshmëri nga brenda dhe për të mbërbushur atë që vërtet dëshiron. Do thotë të veproni, të merrni mundësi të tjera. Po hapim leximin e juaj me 7 të spiralës në arushe që pushon, por edhe që ruan veten. Kjo është një fazë duhet të tërhiqesh. Kjo të thotë të tërhiqesh në kuptimin e asaj që nga që është një mbi ngarkesë, je ekspozuar jashtë mase, je shumë po ndikohesh dhe ke zgjedhur apo të zgjedhësh të tërhiqesh për të ruajtur pak energjinë tënde. Por ka një paralajmërim këtu. Mos qëndro shumë gjatë në mbrojtje, sepse është strehimi që mund të kthehet në burg. Dhe Briciapët e kanë tendencë këtë, absolutisht e kanë tendencë këtë. Do të thotë një tërheqje për të parë se çfarë do bëni tani e tutje. Një tërheqje për të kuptuar apo për të analizuar, ta them më thellë. 4 të spiralës të dashur vjen si kontrast i ëmbël, shtëpia, festa, momenti kthimi në harmoni. Është një kujtim që ti ke një hapësirë të sigurt brenda vetes dhe nuk ke nevojë të jetosh gjithmonë në alarm siç po e bëni. Jeni duke jetuar në alarm, të dashur Briciapër. Mund të fillosh të ndërtohesh me ngadalë, por me dashuri, në kuptimin dal ngadal, të analizosh siç filluam këtu, mos të ngutesh, mos të biesh në konkludime që mbaroj çdo gjë, absolutisht larg këtij alarmi. Nga që kjo është stabiliteti vet, shtëpia është stabiliteti vet, dhe ai stabilitet do vi të dashur. Dëshiron pak durim. Gjërat nuk ecën ashtu gjithmonë siç duam, siç do dëshironim të gjithë, absolutisht. Por nën të pasqyrës tregon një letër kogja e fuqishme për mbushje emocionale, dëshirës që janë afër të realizohen. Sado që mund të thyhet diçka rrugës, nuk duhet të ndalojmë dhe nuk duhet të alarmohemi të dashur Briciapër. Pra, siç thash, përmbushje emocionesh, dëshirë që janë afër të realizohen dhe ndjenjë së falënderimit për atë që tashmë është apo keni arritur. Kjo është një thirrje për të mos u përqendruar vetëm tek ajo që të mungon, të dashur Briciapër, por në ato që ke, për të parë sa shumë gjëra kanë lullzuar në ato që ke apo që ke bërë deri tani. Dhe një gjë tani, gjithë ato suksese ta marrim kështu, gjithë ato gjëra që po ecin mirë, një gjë nëse nuk ec, nuk do të thotë që mbaroi çdo gjë. Pra, dëshirat që ke nuk janë të kota, por janë frymarrje të shpirtit tënd dhe mos t'i bëjmë sikur po ju mbajnë jetën tënde, të mishërojmë në një farë mënyrë, t'i ndjejmë ato deri në realizimin e tyre. Jo të bëhet sikur e domosdoshme çdo gjë dhe vizionari kujton misionin tënd më të madh. Jeni një udhëheqës që sheh më larg se të tjerët dhe duhet ta bëni këtë. Prandaj po them, në një gjë që nuk ka ecur, nuk do të thotë që mbaroj këtu. Nuk je këtu për të fshehur, je këtu për të folur, për të ndarë, për të ndriçuar, po për ta bërë këtë duhet të ngrihesh nga rehatia me një farë mënyrë, për të pritur që çdo gjë të ecën vaj. Të veprosh, të besosh në fuqinë tënde dhe në vizionin tënd. Të dashur Briciap, ke qëndruar mjaftueshëm në heshtje në kuptimin e asaj që çdo gjë ka ecur siç duhet dhe sikur e keni lënë veten në një lloj pushimi. Është koha të dalësh dhe të ndërtosh atë çfarë përputhet me vizionin tënd. Jo duke i ngutur gjërat, o tani o s'bën. Çdo gjë ka një kohë dhe një alternativë për t'ju dhënë një mundësi tjetër, çfarëdo që nuk ka ecur këtu. Pra, sepse ajo që jetë duke dëshuar vërtet, është duke të pritur. Jo gjithçka do jetë perfekte të dashur Briciapër. Por, duhet të pranosh se gjërat do ndalin, do ecin, do ndalin dhe do ecin. Mjafton ju të ecni
gjithmonë përpara. Pra, mesazhi juaj është çfarëdo që nuk është duke ecur, kjo nuk do të thotë që është fundi i ëndrrës së juaj, që është fundi i punës së juaj, që është fundi me diçka në familje, që është fundi, jo. Përkundrazi, është thjesht një sfidë që do të mund ta kapërceni në mënyra të ndryshme. Tani kemi situata të ndryshme dhe nuk mund të vë gishtë, por që në situata të ndryshme me alternativa apo mundësi të ndryshme.